Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Keni parë ndonjëherë si bërtet dikush vetëm së shpuar nga një gjëmbë sepse humbet gjak nga një rrëzim i vogël apo nga që e përvolon rëra e nxehtë? E si do ta ndjej ai veten kur të jetë mbi tiganët e skëterës, e nën peshën mbytëse të gurrëve, i vetëm, e në shoqëri të djajve, e vetëm i përqeshur prej tyre? A e dini, kur nxehet maliku me zjarin, flakët e tij nisin e kërleshen gjithë tërbim me njëra tjetrën dhe kur ai e qorton, i kaptojnë edhe vetë dyert e skëterës. O ju, të vjetër dhe të mëdhenj që mosha ju ka thinjur, si do ta ndjeni veten kur vorbullat e zjarit t'ju prekin vertebrat e qafës dhe kur manshetat e mëngëve do t'ju ngjiten aq fort pas duarve, sa do marrin me vete gjithë mishin e lërës? Kini frikë nga Zoti o njerëz, sa jeni mirë me shëndet dhe përpara se t'ju mund fatkeqësia,